DJ Brea është pënduar nga dëbora dhe nuk ka humbur kohë të kalojë disa momente të bukura në malin e Dajtit. Ai ka postuar këtë foto në të cilën mban në dorë një top bore, gati për ta hedhur drejt personit që po i bën foton. Edhe pse ka nisur një luftë, si gjithnjë, ai nuk harron të buzëqesh. Soni Malaj ka qenë ndër të ftuarat e shumta në fejesën e këngëtarit Sinan Hoxha. Ajo ka postuar këtë foto në Instagramin e saj, duke i shprehur çiftit urimet më të përzemërta. Më në fund, erdhi momenti i Sinanit, edhe pse në foto dhe videot e postuara, ende nuk kemi parë ndonjë puthje pasionante nga çifti i ri. Çilieta sapo ka realizuar një set fotosh për revistën Hu. Qarkullojnë zëra se në këtë set fotografik, ajo nuk është vetëm, por pikërisht me bashkëpunëtorin e saj më të ri, Noizin. Këngëtarja është treguar misterioze në Instagram, duke mos dhënë shumë detaje, por sigurisht pa harruar mimikën tipike me vetullën larg. Cristiano Ronaldo sapo është ndarë nga bukuroshja ruse Irina Shayk, dhe me sa duket e ka bërë atë të kuptojë se çfarë ka humbur me anë të disa fotove shumë të nxehta. Ai postoi këtë foto për të promovuar linjën e tij personale të brendshmeve CR7, kur përveç të mbathurave vjen re edhe hiret e futbollistit seksi. A thua ta rimendoj bashkimin Irina? Capital T postoi një foto e cila i bëri të gjithë fansat të jenë në pritje për hitin e radhës. Këtë herë, ai nuk është vetëm në studio. Reperi i njohur duket se do të godas edhe më fuqishëm pasi bashkëpunëtorja e tij në studio është pikërisht këngëtarja Rona Nishliu. Presim shpërtimin e radhës duke shpresuar që Rona të qesh këtë herë sepse mjaft ka qarë që nga koha e Eurovisionit.